Tashmë shkollë e traditave, shkollë e kupave. Dhaja të shkollës Aripuc është që në 2004 dhe sot është 2023 që bën 20 vite është shkolla e vetme në Republikën e Shqipërisë që fillon këto aktivitet prej 20 vite. Në vitin 2020 është e vetmja shkollë në Evropë që ka zhvilluar ditën olimpike. Një pjesë nga komitet, nga faqja e gazetës Komiteti Olimpik Ndërkombëtar, që ka nxjerrë shkollën tonë si të vetme shkollë në Evropë që bëri ditën olimpike në kushtet e pandemisë. Është e vetmja shkollë në Republikën e Shqipërisë e cila ka marrë rreth 50 trofe në aktivitetet e sporteve të ndryshme me ekipet e shkollës. Janë 50 trofe të marra nga shkolla Aripuc, dhe element që e veçon shkollën Aripuc në Shqipëri dhe në Evropë. Faleminderit shumë.